Si rrjedhoi e rreshjeve të shiut me intensitet e lartë, të cilat kanë prekur qytetin e Vlorës, konstatohet një rritje e konsiderueshme e prurjeve në kanalet kulluese, por edhe në kanalet e ujrave të larta. Pikërisht këto kanale të cilat mbledhin ujrat e shiut edhe nga pjesët kodrinore dhe malore të qytetit, të cilat më pas derdhen në rrjetin e kanalizimeve apo drejt për drejt në detin Jon dhe Adriatik. Si rrjedhoi e prurjeve me intensitet të lartë te kanalet kulluese që derdhen në det, në bregdetin e Vlorës përgjatë kësaj të shtune, konstatohet një ndotje tej normave të lejuara. Deti Jon dhe Adriatik këtë të shtunë ka ndryshuar totalisht ngjyrë nga boqelli në kafe, si rrjedhoi e shkarkimeve të kanaleve kulluese. Qindra metër kub ujë që shkarkohen në detin Jon dhe Adriatik çdo orë, duke bërë që së bashku me to të vinë dhera apo gur. Prezenca e shtuar e dherave në sistemin e kanalizimeve, por edhe ato kulluese, ka bërë që ato më pas të transportohen drejt bregdetit, duke ndotur detet e Vlorës. Së bashku me dherat, vinë dhe mbetje të shumta inerte, të cilat janë nga kodrat e qytetit dhe transportohen në bregdet, duke përfunduar edhe ato në Jon dhe Adriatik. Krahas dherave, por edhe gurve, në detin Jon dhe Adriatik janë depozituar edhe një sasi e konsiderueshme e mbeturinave. Mbetje këto të hedhura në sistemin e kanalizimeve apo të cilat kanë përfunduar aty, që më pas janë transportuar drejt detit. Kjo ka bërë që deti Jon dhe Adriatik të tej mbushet nga mbeturinat, duke dëmtuar më tepër ekosistemin ujor. Jo vetëm kaq, por prezenca e madhe e mbetjeve konstatohet edhe në bregdet. Forca e detit e shkaktuar nga era bregdetare me intensitet, ka bërë që Adriatiku të rikthejë në bregdet një pjesë të mbeturinave të depozituar aty, duke ndotur vijën bregdetare të Vlorës në lungomare. Mbeturina këto të cilat janë kryesisht me material plastik, tepër të dëmshëm, shkatërues për ekosistemin ujor, por edhe për gjallësat që janë aty, të cilat i shtojnë edhe më tepër ndotjen e cila gjenden në gjirin e Vlorës nga mbetjet të cilat nuk treten ndër vite. Vlen të theksohet se në dy detet të cilat lagin Vlorën kanë përfunduar gjithashtu edhe 10 dek peme apo pjesë nga trunjet, të cilat janë thyer si rrjedhoi e motit të përkeqësuar, duke rënduar më tepër situatën dhe duke shtuar ndotje në bregdet.